Shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin e komisionit profesional për përzgjedhjen e artistit grupit të artistëve për ngritjen e memorialit për familjen Jashari dhe epopenë e UÇK-s në Bashkinë Hore Arbreshve në Itali është pika në vijim. Në kuadër të nismave për zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe komunitetit Arbresh, veçanërisht në ruajtjen, promovimin dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore arbreshe si pjesë e rëndësishme e historisë sonë të përbashkët, Qeveria e Republikës Kosovës inicion hapat për thellimin e këtij bashkëpunimi, duke e nisur procesin e ngritjes së memorialit për familjen Jashari dhe epopenë e UÇK-s në Bashkinë Hore Arbreshve në Itali. Ky projekt do të jetë donacion i qeverisë sonë për komunitetin Arbresh në Itali, në shenjë mirënjohje për ruajtjen e traditës dhe kulturës shqipe e shqiptare atje, si dhe për kontributin që Arbresht e Italisë kanë dhënë për Kosovën gjatë luftës së viteve 1998-1999. Për ta prezantuar këtë nismë në hollësi, fjalën ja kaloj zëvendësministres në detyrë për kulturë, rini dhe sport, zonjës Daulina Osmani. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Hora Arbreshve është një nga qendrat më të rëndësishme të komunitetit Arbresh në Itali, të cilët prej më shumë se 5 shekujsh kanë ruajtur në përkushtim gjuhën, kulturën dhe identitetin shqiptar. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në kuadër të mandatit të saj për ruajtjen, promovimin dhe zhvillimin e trashëgimisë sonë të përbashkët kulturore, synon që përmes diplomacisë publike dhe kulturore të promovojë vlerat tona kombëtare edhe në arenën ndërkombëtare. Me qëllim të fuqizimit të urave të bashkëpunimit ndërmjet komunitetit Arbresh dhe popullit të Kosovës, propozojmë nismën për ngritjen e memorialit kushtuar familjes Jashari dhe epopesë së UÇK-s në Bashkinë Hore Arbreshve në Itali. Ky projekt do të mbështetet dhe realizohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës, ndërsa lokacioni do të sigurohet nga Bashkia Hore Arbreshve. Me qëllim të realizimit të kësaj nisme, propozohet themelimi i komisionit profesional i përbërë nga profesionistë të fushës së artit dhe kulturës, Arlinda Hajrullahu kryesuese, Durim Abdullahu antar, Elvis Hoxha antar, Hajrullah Lushtaku antar, si dhe Sali Shoshi antar. Ky komision do të ketë përgjegjësinë të hartojë programin dhe kriteret profesionale të memorialit, të organizojë dhe koordinojë procesin e përzgjedhjes së artistit apo grupit të artistëve për realizimin e veprës memoriale, si dhe të përcaktojë vlerën financiare të saj. Vendosja e këtij memoriali ka një domethënie të thellë simbolike, historike dhe kombëtare, si për komunitetin Arbresh në Itali, ashtu edhe për mbar kombin shqiptar. Përmes këtij hapi krijohet një lidhje e qëndrueshme ndërmjet trashëgimisë historike të Arbreshve dhe sakrificës së historisë moderne të shqiptarëve të Kosovës, duke shërbyer njëkohësisht si mjet edukimi kulturor dhe historik për brezat e rinj. Andaj, me qëllim të qetësimit të hapave të lartë përmendur, ju ftoj që të miratohet propozim vendimi i paraqitur. Faleminderit zëvendës ministre Daulina Osmani. Do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe çështja e fundit tek pika të ndryshme është shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për zotëri Hafiz Gagicën. Sipas kërkesës së Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka ndarë 50.000 euro për zotëri Hafiz Gagicën, i cili ka dhënë kontribut të madh gjatë viteve të 90-ta në organizimin politik të diasporës shqiptare, si dhe në mbështetjen e institucioneve të pavarura të Republikës së Kosovës. Aktualisht ai vun nga një sëmundje tetë e rëndë, e cila kërkon trajtim të vazhdueshëm mjekësor, kujdes të veçantë dhe shpenzime të konsiderueshme financiare, të cilat ai dhe familja e tij nuk mund t'i përballojnë. E ftoj zëvendës kryeministrin dhe ministrin e detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës, zonjën Donika Gërvalla, që ta merr fjalën dhe më pas ministrin e detyrë të financave, punës dhe transfereve, Hekuren Muratin, që po ashtu ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar kolegë, në vitet 80-ta Hafiz Gagica luajti një rol të rëndësishëm në mbrojtjen dhe çlirimin e Republikës Kosovës, në ngritjen dhe forcimin e sistemit paralel gjatë represionit ushtruar nga Serbia, si dhe në përfaqësimin e një zëri të fuqishëm dhe të padiskutueshëm të shqiptarëve për Kosovën në Gjermani dhe më gjërë.
Për këtë angazhim, ai hoqi dorë nga një vend i sigurt pune në Gjermani për t'ju përkushtuar plotësisht veprimtarisë politike, duke u kthyer në bartësin kryesor të aktivitetit të mërgatës së viteve të 90-ta. Në Gjermani, në Evropë dhe më tej, duke marrë përsipër rol kyç të lidhjes mes Prishtinës dhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Gjatë viteve të 90-ta, si për presidentin Rugova, ashtu edhe për përfaqësues të tjerë përgjegjës të Republikës Kosovës, zyra në Königstrasse 54B në Stuttgart, faktikisht ishte qendra e dytë politike krahas Prishtinës dhe në drejtimin e Hafiz Gagicës shërbeu si pikë qendrore për logjistik, koordinim, kontakte politike dhe veprimtari të shumta të tjera. Një numër i madh udhëtimesh të presidentit Rugova dhe të delegacioneve të tjera në Gjermani, Zvicër, vende të tjera evropiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u organizuan nga kjo qendër në Stuttgart në udhëheqjen e tij. Hafiz Gagica pati gjithashtu rol vendimtar në organizimin dhe sigurimin e financimit të sistemit paralel të Republikës Kosovës, veçanërisht në fushat e arsimit, shëndetësisë si dhe të furnizimit ushqimor. Në këtë periudhë teje të vështirë, qindra mijëra shqiptar përfituan mbështetje jetike fal organizimit të qëndrueshëm dhe angazhimit edhe personal të Hafiz Gagicës, si dhe shumë veprimtarëve të tjerë në Mërgat. Në Gjermani, ai inicoi dhe institucionalizoi kontakte intensive të Kosovës në vendin më të madh të Bashkimit Evropian dhe partnerin më të rëndësishëm evropian të NATO-s, me Bundestagun, qeverinë federale dhe mediat kryesore. Po ashtu, Hafiz Gagica ishte nismëtar i organizimit të demonstratave të mëdha të shqiptarëve në Gjermani, ku dhjetra mijëra bashkëdhetar, së bashku me miq gjerman, u mblodhen për ta bërë zërin e Kosovës të dëgjueshëm në proceset politike në Gjermani dhe në arenën ndërkombëtare. Demonstrata më e madhe e organizuar ndonjëherë nga një organizatë jo gjermane në historinë e Republikës Federale Gjermanisë ishte tubimi në vitin 1998 në Bonn, ku morën pjesë mbi 100.000 pjesëmarrës, duke kërkuar qartë dhe fuqishëm lirinë për Kosovën dhe përfundimin e shtypjes sërbe. Qysh në vitin 1991, Hafiz Gagica kontriboi në organizimin e ushtrimeve të grupeve të para ushtarake në Shqipëri. Figura të shquara dhe heronj të Kosovës, si Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Sali Çekaj, ishin ndër ata që morën pjesë në këto përgatitje për mbrojtjen e Kosovës, të cilat vendosën themelet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjatë viteve 98-99, Hafiz Gagica, duke shfrytzuar të gjitha kontaktet dhe mundësitë e tij, bashkëorganizoi një mbështetje të gjerë politike, logjistike, ushtarake dhe financiare për mbrojtjen e Kosovës. Ai vetë shpenzoi personalisht dhjetra mijëra marka gjermane nga mjetet e tij private dhe në vitet pasuese i shleu me përgjegjësi detyrimet financiare të krijuara. Personalitetet si Hafiz Gagica janë të pandashme nga lufta për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Qindra mijëra shqiptarë në Gjermani dhe në Kosovë janë të ndërgjegjshëm për këtë dhe respektojnë atë me të drejtë. Sot, kur gjendja e tij shëndetësore është e rënduar, ai ka të drejtë të presë solidaritetin tonë, të njëjtin solidaritet që ai e tregoi pa hezitim për Kosovën në periudhën e kërcënimit më të madh. Fjalën ja kaloj Ministrit të Financave Ekran Muratit. Faleminderit i nderuar kryeministër, faleminderit i nderuar zëvendës kryeministre për këtë biografi të shkurtër të veprës së zotëri Gagicës. Në pajtim edhe me kërkesën e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ne pra kemi prezantuar apo propozojmë ndarjen e mjeteve në shumë prej 50.000 euro, të cilat do të merren nga shpenzimet e paparashikuara me kod 13100. Dhe mjetet pra transferohen në thesar, e me këtë rast pastaj në bashkëpunim dhe në koordinim edhe me MPJD-n caktohet edhe llogaria bankare përfituese për zotëri Gagicën. Faleminderit. Faleminderit, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq përfundon mbledhja e sotme. Ju faleminderit.